Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Kurja në Roskovec. Një moshuar dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Sipas informacioneve paraprake, shtetasi Shefit Rapaj, rreth 80 vjeç, banues në fshatin Kuman, dyshohet se ka qelluar me armë zjarri tip pushk bashkëshorten e tij Dashuri Rapaj, rreth 75 vjeçe, brenda banesës së tyre. Më pas ai dyshohet se ka vrarë dhe veten. Çifti Rapaj kishte rreth 20 vite që jetonte në këtë zonë, pasi ishin zhvendosur nga Levani i Beratit. Ata ishin prindër të 7 fëmijëve, 3 vajza dhe 4 djem, shumica e të cilëve jetojnë në emigracion. Vetëm njëri prej djemve banonte me ta dhe është shoqëruar në komisariat për të dhënë dëshminë e tij lidhur me ngjarjen. Urime nga zona bëjnë me dije se në familje kanë ekzistuar konflikte të vazhdueshme ndër vite. Madje vetëm 4 ditë më parë, në banesën e tyre kishte ndërhyrë dhe policia për të sqaruar mosmarrëveshjet mes çiftit. Gjithashtu mësohet se rreth 10 vite më parë, i moshuari kishte tentuar të jepte fund jetës me armë zjarri. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili punon për... Ju jeni të afërm nga të bashkëshortes? Gruaja ime ka çubdaje, mos e jam. Gozaj. Ajo është 80 vjeçë, plaka ime është 67. Pse s'kam mirë tani sa erdha. Tani erdhën pak. Tani sa erdha. Si ishin si bashkëshort? Shkonin me? Më ikon e parë që kanë lëvurun, sa kanë qenë të rinj tu vizet mirë tani, ndryshimi demokracisë tani. Diun çka kanë ardhur, po më para kanë shkuar mirë nga ne. Kanë shkuar shumë mirë. Tani çfarë them? Fëmia, rrit fëmia për shtëpia. Çfarë them unë? Çfarë them te? Po. Një nga gratë e rralla. Unë e respektoja tamam si motrën time. Tash si ndodhi se di. Po, Shefiti? Shefiti nuk e di. Konsumonte alkool? Jo, asnjëherë alkool, vetëm alkool që përdorë kurrë. I vetmi burr që përdor alkool. Mendojnë që ardha e djalit vogël nga Greqia ka qenë se bebi sheh? Mbase ka qenë problemi. Si ishte djali vogël, konsumator? Ai ishte një nga djalët më të urtë që se si ka patur problemet atyre. Në momentin që ndodhi ngjarja ju si komshi keni ndjerë? Jo, nuk isha shtëpi. Isha nga baktit e mia. E dinit që mbante armë në shtëpi? Jo, nuk e dija. Se janë tentarë këto në fshatë tonë. Sa vite kanë? Po, mbi 20 vjetë. Që kanë ardhur këto. Si njihni juve nga largë? Nga largu i kam njohur njerëz më të mirë këta këtu. Komshit më të mirë që kisha. Sidomos zonja. Zonjën e kisha tamam si motrën time. Me çfarë punësh merresh? Më jesi ishte moshë madhe. Vetëm ajo mirës me këto, me pularit, me këto, me të gjitha gjërat. Me kë jetonte çifti? Të dy, vetëm. 9 fëmijë ata jetonin vetëm. Sipas jush, kush ka qenë shkaku? Nuk e di. Edhe para 4 ditësh kanë patur një grindje, ka ardhur policia. Po, e di ata, problemi që kanë patur një grindje, nuk e di. Të them që Pisa po thoshin që me ardhen e djalit një prej djemve nga emigracioni. Më dëgjoj po zotëri, se tër, nuk e di, jo. Kështu thon, nuk e di. Masa ka lozë loto, nuk e di, se si, kështu kam dëgjuar. Ka lozë loto, gjithmonë ajo është problematika. Tash do më falni se